Mirëmbrëma gjithëve. Qytetarë të dashur, të rinj, aktivist, strukturat Partisë Demokratike të Kosovës, kryetar komunash, deputet, asamblest, e dashur familja ime, gjithë ju të pranishëm. Faleminderit për mbështetjen, energjinë dhe besimin tuaj. Kosova meriton të jetë më mirë dhe ne do ta bëjmë më të mirë, sepse ne bashkë do të ecëm përpara. Bashkë përpara është slogani ynë në këto zgjedhje. Sepse ky është drejtimi ynë, ky është misioni ynë, sepse bashkimi duke bërë bashkë rreth vlerave, premtimeve dhe politikave është pjesa që mungon në mozaikun e Kosovës e që pëmbon Kosovën të ndarë. Shteti përparon duke u bashkuar, jo duke u përqarë. Këtë e dim. Dhe e dim se në Kosovë mund të bëhet më mirë vetëm me ne të bashkuar. Qytetarët e dashur, viti 2025 ishte vit i jo stabilitetit, vit i përçarjeve politike, vit i shtrejt, i lodhshëm dhe i pa shpresë për qytetarët. Le ta përmirësojmë këtë. Viti 2025 ishte viti i pest pa presidentin Thaçi, kryetarin Moseli, Bacin Jakub, regje në Kosovë. Por në vitin 2026, edhe ata do të kthehen pranë nesh, pranë familjeve të tyre në shtetin e tyre. Në vitin 2026, të gjithë do të jemi bashkë, me stabilitet politik, me stabilitet ekonomik, me stabilitet shoqëror. Në vitin 2025, u përballu me rritjet lartë çmimeve, pagat dhe pensionet me të njëjta dhe standarde jetesës u përkeqësu. Le ta përmirësojmë këtë gjendje. Le ta rrisim qenën e qytetarëve në vitin 2026. Le të rrisim pagat dhe pensionet. Le ta bëjmë 2026-ën vit të ndryshimit të vërtet, të përparimit, të mirëfillt, duke marrë mosa që produktet bazë dhe energjin elektrike të vëshëja do të ulet dhe çmimet do të zbriten. Ne mund të bëjmë këtë, jemi të vendosur të bëjmë. Ky nuk është një fillimi një fushate të re politike. Ky është fillimi një misioni për të rikthyer stabilitetin, për të bashkuar shoqërinë, dhe për t'i dhënë çdo familje në Kosovë një mundësi për jetë më të mirë. Në këto vite, vendi ynë ka jetuar në pasiguri, me shumë përçarje, shumë improvizime, shumë presion mbi supet e qytetarëve të zakonshëm, me çmimet e larta, me furnizim të paqëndrueshëm me energji, me institucione në krizë dhe marrëdhënie të lëndura me partnerët tonë. Qytetarët tonë janë lodhur nga politikat që u kanë vështirësuar jetën, janë lodhur nga kjo qeveri e papërgjegjshme, nga kjo qeveri e pa aftë të udhëheqë vendin drejt mirëqenies. Kjo është arsyeja pse unë kandidoj për kryeministër.
sepse besoj që mund ta sjellim pjesën që mungon dhe ta bëjmë shtetin ton që funksionon. Le të jemi të qartë, asnjë vend nuk mund të ecë përpara kur politika bëhet fushbetej. Asnjë familje nuk ndihet i sigurt kur shteti nuk ka stabilitet. Asnjë njeri nuk shet të ardhmë këtu nëse jeta publike dominohet nga përqarja. E provuam përqarjen, e provuam kokëfortësinë, e provuam kaosin, nuk funksionoi. Tani është koha të provojmë diçka tjetër. Tani është koha të provojmë bashkimin. Kosova që funksionon, fillon me bashkimin e të gjithë neve. Kosova që funksionon, kërkon qeveri të qëndrueshme dhe efektive, një qeveri stabile që krijon konsenzus sa më të gjerë për zgjedhjen e problemeve të qytetarëve. Kudo që shkoj, qytetarët ma thonë të njëjtën gjë. Jeta është bërë shumë e shtrejtë. Pagat nuk mjaftojnë. Çmimet po rriten çdo ditë. Nuk mund të planifikojmë asgjë për të ardhmen. Fëmijët tonë po largohen sepse nuk shohin të ardhme këtu. Dhe kanë të drejtë të ndihen kështu. Ky është realiteti i hidhur. Qytetarët tonë nuk kërkojnë mrekulli. Ata kërkojnë dinjitet, stabilitet, politika ekonomike që lehtësojnë jetën, jo që vështirësojnë atë. Dhe pikërisht këtë e ofron programi i ynë. Platforma jonë nuk është listë premtimesh, është plan. Një plan konkret, i llogaritur, realist dhe i përgjithshëm. Një plan i ndërtuar mbi shtylla që do ta zhvillojnë ekonominë dhe do ta rikthejnë shpresën në familjet tona. Shtylla e parë është ajo e zhvillimit ekonomik. Një zhvillim ekonomik i qëndrueshëm që sjell zhvillim e mirëqenie për çdo qytetar, për çdo familje. Ne do të rrisim pagat dhe pensionet. Do të ketë rritje të pagave, 50% mbi pagën aktuale, për mësues, arsimtar, polic, zjarrfiks, mjek, ushtar dhe për të gjithë ata që realizojnë paga përmes buxhetit të Kosovës. Faleminderit, shumë faleminderit. Do të ndryshojmë shkallën e tatimit për të ardhurat. Dhe të ardhurat deri në 400 euro do të tatohen me 0%. 400 deri në 800, vetëm 8%. Dhe vetëm të ardhurat mbi 800 euro do ta kenë normën 10%. Me ardhin tonë qeveri, do të shfuqizojmë ligjin aktual të tatimit pronë që mos ketë barte pa përballueshme mbi qytetarët dhe bizneset. Bizneset nuk do të paguajnë të vëshën në kufi, por pas shitjes, reforme madhe dhe më së nevojshme për bizneset. Bizneset e vogla, me qarkullim deri në 10.000 euro, nuk do të paguajnë tatim. Ato me qarkullim deri në 30.000 euro do të paguajnë tatim vetëm mbi bazën e fitimit real. Me qëllim stimulimit punësimit, bizneset e reja do t'i mbështesim me kredi dhe subvencione dhe do zhvillojmë burime alternative të financimit duke përfshi edhe zhvillimin e tregut të kapitalit.
Do të kujdesim edhe për të punësuarit në sektorin privat. Do të krijojmë fondin prej papunësisë, si dhe do të themelojmë gjykatën e punës. Një vëmendje e veçantë do t'i kushtohet sidomos leonave, duke i mbrojtur ato familjet dhe bizniset dhe duke i mbështetur financiarisht. Do t'i legalizojmë ndërtimet pa leje, me tarifë simbolike dhe do të zhbllokojmë miliarda euro kapital të bllokuar. Do t'i përfundojmë autostradat dhe do të ndërtojmë lidhje të reja rrugore dhe hekurodore, ashtu që qarkullimi i mollrave njerëzve do të jetë më i shpejt, më i lirë dhe më i sigurt. Do të ndërtojmë kapacitete të reja energjetike, që garantojnë furnizim të qëndrueshëm e stabil me energji elektrike e me çmime më të ulta. Kjo është ekonomia që duam, e lirë, e drejtë dhe në shërbim të qytetarëve. Shtyllë e dytë është ajo e drejtësisë, një drejtësi e pavarur dhe efikase. Drejtësia do të jetë standard. Duhet përfundohen lëndët e mbetura e të vonura, duke ndihmuar me rritjen e numrit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe duke investuar në modernizimin e sistemit gjyqësor. Shtyllë e tretë është ajo e arsimit dhe shëndetësisë, arsim e shëndetësi bashkëkohore dhe për të gjithë. Reformat në arsim do t'i fillojmë nga niveli parashkollor, duke ndërtuar me shumë qerdhe dhe kopshte. Do t'jepim bursa dhe do të krijohet fondi për bursa prej 30 milion në vit, që çdo student ketë mundësi të shkollohet dhe të arrijë kapacitetet e veta. Ndërsa universitetet e Kosovës do t'i lidhëm me industrinë, me bizneset që të prodhojnë kuadra që i nevojiten Kosovës. Edhe për kategorinë më të merituar, për të moshurit, do ndërtojmë qendra të veçanta kujdesi për ta në çdo rajon të Kosovës. E për ata me smundje kronike, sigurisht mjaftueshëm ilaçe borna falas pa borë financiore për këtë kategori. Do të jetësojmë edhe projektin e shumë vënuar, projektin e sigurimeve shëndetësore që të ketë financim të qëndrueshëm për sistemin shëndetësor. Një vëmendje veçantë do t'i kushtohet mbrojtjes së ambientit. Do t'i përkrahun komunat që ndërtojnë parqe të reja, t'i shtojnë hapësirat e gjelbërta dhe ndërtojnë impiante për trajtimin e ujrave të zeza. Dhe po, definitivisht po, do të ndërtojmë stadionin olimpik kombëtar, një qendër moderne për sportin dhe rinin tonë, dhe do të përgatisim vendin tonë që të jetë një koqir i denj i lojrave mesdhetare. Në shtyllën e katërt, atë të mbrojtjes dhe sigurisë, do të sigurohemi që të jemi në hap me kohën. Do të modernizojmë infrastrukturën e mbrojtjes së vendit, që Kosova do të jetë e përgatitur për çdo kërcënim, të brendshëm apo të jashtëm. Do të krijojmë Gardën Kombëtare të Kosovës, forcë operative, e shpejt, e pajisur sipas standardeve të NATO-s, e gatshme për emergjenca, siguri dhe pjesëmarrje në misione ndërkombëtare. Antarësimi në NATO, në BE, për ne nuk ka alternativë. Prandaj, do të thellojmë partneritetin me NATO-n. Do të punojmë që sa më parë të bëhemi pjesë e partneritetit për paqë. Do të rifillojmë dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që sa më shpejt të arrijmë marrëveshje strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe po, do të punojmë fort për antarësimin në Këshillin e Evropës dhe të marrum statusin e kandidatit për në BE.
Kosova do të ecë drejt Evropës, shtet i pjekur dhe i besueshëm. Qytetarët e dashur, ky është vizioni im, ky është premtimi im, ky është plani që do ta çojë Kosovën përpara. Me stabilitet brenda dhe kredibilitet jashtë, Kosova me në fund do ta marrë vendin që i takon në familjen evropiane. A pajtohemi të gjithë me këtë agjendë? A i bashkojmë forcat që ta bëjmë ndryshimin së bashku? Sigurisht se po, sepse mundemi dhe bashk do të arrijmë këtë. Shumë faleminderit. Qeveria që të ta drejtoj unë, do t'i përfshi të gjitha forcat politike që janë të gatshëm të ecëm bashkë përpara. Prandaj, plani ynë është plan i qytetarëve, një plan që ju ftoj të gjithëve ta mbështesni. Le ta nisëm së bashku këtë mision të ri kombëtar në vitin 2026. Le ta sjellëm pjesën që mungon, që t'i kompletoj aspiratat dhe shpresat tona. Le t'i bashkojmë përpjekjet për të ndërtuar një Kosovë që funksionon për të gjithë. Një Kosovë të mundësive, një Kosovë stabiliteti, një Kosovë drejtësie, një Kosovë shprese. Një Kosovë që na bën bashkë dhe nuk le askënd pas. Bashkë përpara. Bashkë do të fitojmë. Bashkë do të ecëm përpara. Faleminderit gjithëve.